tentakulat Serbia në Shkup? A gjithmonë I ka patë. Shiko, aty është një farë kombinimi I çuditshëm I një farë antishqiptarizmi që lidhet me ortodoksinë slave që po nuk je njofte mirë historinë e tyre, nuk jep kuptim, sepse edhe ashtu është shumë banale. Në të njëjtën kohë kanë problemet e tyre mes vete, pra kisha ortodokse maqedonase me kishën ortodokse serbe, me autocefalin, pastaj me origjinën apo si të them kështu me rëndësinë historike të manastireve ortodokse në territorin e Maqedonisë, të cilat Serbia I trajton si të vetat, pastaj për mos u fut me ato si them stereotipet që I kanë serb për maqedonasit, ato përbuzjet, por kur vjen puna të shqiptarët që të dy palët e gëzojnë një farë kompleksit superiorit dhe kjo unë e them është nga lidhja e Prizrenit, njeri që më shumë t'i bëri krim në shqiptar është papa I otomanëve, Abdulhamit I II, I cili I refuzoi kërkesat kërkesat modeste. Gjithmonë duhet ta përmendim kërkesat modeste të lidhjes së Prizrenit në kohën kur gjithë fqinjtan u bën shtet. Pra u bë Bullgaria shtet, ndonë se fitoi autonominë e gjerë, e cila pastaj 1906 I shpiu në pavarësi dhe në luftën ballkanike doli si superfuqi. Greqia ishte më herët e pavarur, Serbia, Malizi u bën të pavarura de facto dhe de jure me 1870, pra në Kongresin e Berlinit, vetëm se ne ngelëm ngelëm të ndarë në 4 vilajete. E pastaj fqinjtan I keqpërdorën adopsin ton, sikur të bëhej një vilajet, sikur të krijojë milicia shqiptare në atë kohë, ashtu si që kërkohej, sikur të futej gjuha shqipe në administrat, pra të futej ajo fara e shtetit, luftrat ballkanike do t'i pritshim këj ndryshjeve, sfari nuk do të kishim nevojë të qoheshim në kryengritje në vitin 1908, kur po thuaj se stoku mashkullor mos them u shkatrua, po u dobësua të mërësisht shumë, sepse u vritëm me ushtar osman, dhe kur plasin luftat ballkanike, s'pat edhe kush me luftu nga shqiptarët më, sepse kishin luftu vite më parë. Andaj edhe Kumanov, betejë u bën në Kumanov, kurse I tërë vilajeti pjesë tjera të vilajetit Kosovës, ushtria serbe u fut si në bashkë babës. Pra, nga atëherë ata e krijuan atë kompleksin e superiorit, sepse në shekullin e 19, nëse I marrim dhe I lexojmë zakonisht këta të huajt që kanë vizitu vilajetin e Kosovës, qoftë edhe të manastirit, nuk shohin aty ndonjë ndjenje superioriteti që kanë patur popullata slave ndaj shqiptare. Bile kanë qenë edhe inferior për shkak se religioni I ka kufizuar në atë perëndori. Prandaj gjithë këto duhet I shikojmë me formimin e tyre, krijimin e tyre që ata krijuan më përpara. Natyrisht shteti edhe krijon privilegje, krijon institucione të shkollimi, diplomacia, pra gjitha këto të cilat një popull e shtyen më tutje dhe natyrisht okupimi, robëria të mban të pazhvilluar. Zoti Tali, për këtë është zgjedhur Kumanova tani, jo pa qëllim ndoshta për këtë protestën pro Vučićit?
Po, aty është një popullat serbe, pastaj Kumanova, siç e thash, ka një rëndësi në historinë e serbe, sepse aty u bë betejë tetorit, betejë kur ata e mposhtën perëndërinë osmane, ashtu e shpjegojnë, edhe ashtu ka qenë. Pra, Kumanovën e kanë si them patriarkanën e pejës, si Graçanicën themi kështu, sërt në relacion me Maqedoninë. Prandaj edhe aty i organizojnë ato protesta, por kjo proteste e Kumanovës nuk është se ka qu pesh në Serbi, gjithë opinioni është i preokupuar me protestën e cila po ndodh në Beograd, domethënë si Kumanova, si Graçanica, si këto nuk qojnë pesh në Serbi, edhe pse Vučići tenton të i përdor, por situata ka evolu, është pak më e komplikuar se aq. Edhe është e kuptueshme. Nuk qëmë pesh se çka ndodh, çka diun. Në rikthejnë se para 2015 mos gaboj ishte edhe ngjarja e Kumanovës që solli gjithë atë. Ajo ishte një pas është akoma herët të flitet, unë besoj se ka qenë Grack, dhe aty ka ndra viktima njerisht, disa 3, disa janë akoma të burgosit. Por ka qenë organizuar nga anti-shqiptar, që mund të thuhet. Ata janë atje, si pas mendimit tim, kanë ra në Grack. Zoti Tali, shkojmë në Kosovë, tani Vjosa